Në lidhje me problemin në Universitetin Femi Agani në Gjakov, ku ky institucion ende nuk ka arritur të miratoj kalendarin akademik për vitin 2025-2026, kanë reaguar edhe studentët. Ata kanë kërkuar zhbllokim urgjent të situatës në universitet. Jemi shumë të shqetësuar, ne si Parlament Studentor kemi reaguar me kohë me dy emaile zyrtare të cilën janë publikuar në faqen e Parlamentit. Një është me datën 20 janar, që kemë kërkuar nga Senati dhe kryesuesi të mbështetit, domethënë kalendare dhe fillojnë studentat e provimet të mos hupin, dhe gjithsesi me datën 21 janar kemë kërkuar një mbledhje të përbashkët me Këshillin Drejtues, me anëtarët e Këshillit, me Senatin, me përfaqësues të studentëve, të cilët e kemi lënë rektor me thirrje një mbledhje më bashkëpunu. Pepshi ka theksuar se nga ky bllokim po dëmtohen më së shumti studentët dhe ka shprehur shpresën që nga dita e hënë të mos ketë më blokadë. Ne kryesisht po presim deri të hënën, për shkak që besoj do rregullohet, është diçka që e statusit që bazohet në këtë çështje, besoj që afati i provimit do të hapet së shpejti dhe ne jemi thjesht të mos bëjmë panik të studentat, për shkak që ju jemi të njoftuar që çdo ditë më shumë është ka bëhet një panik të studentat. Edhe kryetari i Këshillit Studentor në Fakultetin e Filologjisë Albian Rexhaj ka kërkuar që të mos vazhdojë bllokada në universitet. Studentët po mbahen peng të një farë lloj konfliktit ndërinstitucional që rektori bashkë me Këshillin Drejtues, Senatin si dhe stafin akademik kanë mes vete. Pra studenti asnjëherë nuk duhet me kon një farë blokade institucionale apo të them me një farë lloj forme, një farë lloj tregtie institucionale, sepse studenti është prioritet absolut në të gjitha universitetet. Pra kjo si kryetari i Këshillit Studentor nuk mendoj që duhet me ndodhë. Ndërkohë televizioni Syri ka kontaktuar disa anëtar të dekanatit, por disa prej tyre nuk kanë pranuar të flasin për këtë çështje. Ndërkas një ditë më parë, rektori i Universitetit Femi Agani, Drilan Bunjaku, ka akuzuar se disa anëtar të Senatit janë bllokuesit e procesit dhe se sipas tij janë duke ushtruar shantazh. Gjithsesi, një çndrim nga të gjithë anëtarët e Senatit do të përpiqemi ta sigurojmë sa më parë.